ligj. Me këto libra, propaganda fide e Vatikanit zhvillonte agresionin ideologjik që jo vetëm murgeshat, por edhe vajzat e gratë e fshatit t'i bindeshin e t'i nënshtroheshin kishës, fesë, kësaj arme të fëlliqur në duart e feudo-borgjezisë. Jezu Krishti ynë është një. Ç'na duhet neve Zoti? Muhamedi, Jezu i qifut. I zvendësojmë ata me Zotin ton të ndritur, veç fitore. Mbyllja e objekteve të kultit shënoi edhe nisjen e një kalvari të gjatë vuajtjesh për klerin, ndërsa nuk u kursyen kazmat, makineritë e rënda dhe dinamiti që do të shkatërronte këto objekte. Këtë fat i rezervuan edhe kishës së Shënkollit, ku të parin që rrafshuan ishte kompanieli mallështor që ngrihej në qiellin e Shkodrës. Kisha ka një histori të veçantë dhe gjatë shkatrimit, pasi nuk mjaftoi forca e krave të njerëzve për ta shëmbur, por u desh të përdorej forca e tankeve për të dobësuar qendresën e saj, strukturë ndërtuar me gur nga malet. Natën e Shjozefit, vetëm kompanielin kanë hedhur, pra me gjitha kupolen që ka kanë drunit. Në mas 2 ditë, 3 ditë, kanë ardhur me 2 diagaqa, i tu të dera jeme, dhe kanë mundu me të reke kanë liu, e s'kanë mujt me rëzu. Ka liviz kërët kompanieli, por me ra nuk ka ra. Mas e ma vonë, mas i kanë ba këtë manëvrim, kanë marrë, kanë qilë për minosi me mina, për me hjau. Na kanë zjarë gjithë lagjen, e na kanë qu lërk, dhe jitu para derës teme, se këna kanë bëgjithë varën këtu, më kanë rabur të kishës. Ma vonë, mëse, kur asham kisha, e kanë ba pjesën e kompanjerit, e kanë ba kishën si magazin e kashet asdi qa e kanë pa ba, ma vonë e kanë ba magazin lule, dillet e kështu, atër e ka marrë ushqimorja për do kohë, mëse e kanë prishë. Me të thënë drejtën, ma për jetim i të mërshëm për ne lagjen
e banë hërra. Unë e mojë mend shumë mirë kur është rëzu kompanjeli i kishë Shënkollit. Kam kënë 13 vjeç dhe kam kënë me nanën teme të një kushri joni që ishte me shpija tjetë në rrugë Canaj. Dhe kur kena kalu për me këthy në shpi, ne në nërprej në rrugën se ishin të i punu tangsat, ishin lidhë 2 tanksa njëni me tjetërin, me kavo për me tentu me e tërhek. Ka që me ndoshin se tangsat e tyre kishin fuqi ashtë madhe sa me rëzu betonet e kompanjelit. Dhe nuk mujtën me tërhek me kavo. Atëherë kanë mu dinamit edhe kanë shpërthy në pjesën e sipër me afër kumonëve edhe kanë hellë gjysën e kompanjelit me dinamit. Ashtë përdor një dhunë e madhe për me rëzu diçka që besoshin njerëzit në te. Ajo ka kanë një situatë friget, ka kanë shumë e frikshme edhe me kaluba dhe. Bile unë kam pa një fotografi që Angelina në Shadi ka fotografu të manë kompanjelin të jërëzu, po ka ba dhe me këse i ka rasin gjirë të bicikletës edhe ashtu me aparat e ka shkrejë. Ajo fotografi është. Dhe për shtypjen popull ka kanë shumë e ranë. Të gjithë janë e kanë një këtë akt vandal me lutje edhe me frikë të madhe. Të nesërmen ose të mas nesërmen që është rëzu kompanjeli i kishë Shënkollit, unë prapë si fëmi kam kanë ja 12 vjeç, kam shku aty. Edhe kam gjetë se e kanë rëzu pa i zmontu kumond. Kompanjeli ka ra me gjithë kumondte, edhe janë thy, janë ba copa. Unë kam marrë një 3 copa bronzit të aty në kumondve dhe derë voni i kam rujtë. Por koha ka kanë ka që gjatë sa nuk kina mujtë me i rujtë atë shumë. Puna ma parë ba ramja kompanjelit. Kur ba ramja kompanjelit, edhe të nanat e rrugicë tonë se kishin përballë kishin në të, edhe kina darë të i ba rami në kompanjelit. Ka ke një prefti shkull, bële kina qitë ka rejgen kryt rrugicë të i ba të i ra kompanjelit. Bële i prefti jonë i kishës tonë, bële ka dash me hinë në kompanjel, kur ka pa të i ra kisha. Por dhe jem Gjevarini që ka punuat kish, ka kënë vullnetari kish, ka marrë pjesë në kish, ka në kompanjel, i ka ra kumonës, ka kënë është aktivizu me kishën, e ka marrë pritën, e kënë punë në bartonë, edhe i ka dhënë nana i gotë ujë, edhe i ka thonë vullnesa Zotit, gjithë shë do të vinë prepë, ka marrë koha që bile në s'kina me kënë, por kisha ka për të ha prep. Kur ra kompanjeli bele ishin shpijet krejt në kryt rrugis, basar ishin të i thanë, po bjen kompanjeli mizev grudet, ose të një murri që anë kënë krejt në kry një aty, bele tonë thoshin po bjen anë o të jenë në shpi o të tjetër shpi. Edhe u futin dinamitin punën ma të parë. Bane lidhjen poshtë, masë edhe jenë kanë marrë me vingje me tangë se ishi punsh, edhe u shen kompanjeli. Kur u shen kompanjeli, e bani Zoti Mërkulli e Shajti Shënkoll nuk rane për shpje, për rami des rrugis, për rane për qatë tjetër shpijave, kujshive që ishin kryt rrugës, krejt, ka pa ka një urë, kena pa thonë urar në rrugis në atë kohë. Ra kompanjeli. Me thonë dhe të në tanë ma, u piklu me ma, se kisha ma, masë në i fillunin e prishën, kisha u ba palese në atë kohë. Kur u ba palese me kalimin e kos, Iko palesa u ba magazin pash. Vitet e erta të regjimit bën që besimtarët të ruheshin e të mos e shfaqnin publikisht atë çfarë ndjenin, por asnjëherë nga zemra se larguan Zotin. Për ditë kaloshë vëllë në rrasë, si kënë të në kisha rrugën të kundërtën, e delishim të kisha për në bakërsh, për që gëzoshim në bakërsh. Në në ka mësu mërgesha dikur, në baki 50 anë, në ka mësu me bakërsh njështë. A njështë e bakërsh, njështë i ka mësu edhe fëmijët. Pra ke bë kryqin me? Me dëgishtë, njështë. Edhe kështu i ka mësu, sot me i pytë fëmijët e mi, thot në ka mësu nëna me bakërsh njështë. Edhe në shkollë i pyqin për festa, që keni ha me mramë, që keni ba me mramë. Këta i thoshin, na kena pas dhe të linin e nanësit, babësit, fëmijëve njështë të i rrejtë sa më ishim, se zbëdzushim me thonë asë për shënë. Kena pas se këtë pas parë në përkomë në grupë, kena pas babë atë ozën me pësërishët e pësërët e të mbërë politikë. Kena të të rrusët përme, në kanatë. Gjitha festat nuk në kanë lanë me lujtë, për në kanë qitë edhe në punë bële. Gjoja punë vullnetare për pash, për të festat, për shëzë, se që kanë festat, për Shënkoll, në kanë qitë jashtë, kështu në kanë qitë në punë për me punu. Po ju vetë, në fshetësi, i keni festu? Me të drejten, në atë kohë kishe edhe plakën. Plaka mori të rënditje. Mori shumë të rënditje nga kisha, se
edhe vetë pozicioni saj ka kërku qysë kanë kënë gjallë me ba një shpi afer kishe. E ajo ka pas shumë të rënditje, sa që me një ku, bile një 3-4 dit, s'ka kënë të rëzi heqë. Viti 1990 solli lirinë e besimit dhe gjërat hap pas hapi nisën të shkojnë në vendin e tyre. Aty ku dikur ngrihej mallështore kisha e Shënkollit edhe pas rënies së komunizmit, ishte aktive një palestër e shkollës Pashkovasa. Në 15 shtatorin e 1995-s, Dom Ndoc Nogaj, së bashku me një grup besimtarësh përfaqësues të lagjes rus katolik, pas një takimi me drejtorin e shkollës Nikolin Leka, i paraqitën atij vullnetin për ta ringritur këtë kishë, kërkesë që ai e mirëpriti dhe bashkë me një mësues ndihmoi besimtarët të lirohej hapësira në fjalë. Të dielën më pas Dom Ndoci kremtoi meshën e parë të shenjtë pas vitit 1997 me pjesëmarrjen e një numri të madh besimtarësh. Nuk vonoi dhe nisi puna me gërmime për gjetjen e themeleve të vjetra të kishës dhe populli dyndej për t'i ardhur në ndihmë klerikut që kishte rikthyer shpresën në këtë zonë se kisha do të ringrihej. Mbi ato themele u përgatit platforma e betonuar ku do të ngrihej një ndërtesë druri fillimisht e veshur me dhamarin, një barak që për disa vite rrallëzi shërbeu si kishë. Dom Ndoci filloi të kremtonte çdo të diel meshën e shenjtë me një pjesëmarrje gjithmonë më të madhe të popullit. Hap pas hapi filluan aktivitetet e katekizmit, shërbimi ministrantëve në altar, kori dhe disa aktivitete rinore. Në vitin 2000 me ndihmë të Dom Ndocit erdhën motrat franceskane, misionarët e Zemrës së Krishtit, të cilave ju besua detyra zbukurimeve të shenjta, animimit liturgjik, korit, katekizmit në përgatitje për kungimin e parë dhe krezmim e kështu me radhë. Në 6 dhjetor 2001, Imzot Angelo Masafra kremton meshën e shenjtë për festën liturgjike të shenjtit, që më pas do ta kryen merreshim pjesë në riparim ashtu të riparu, po kontribun të gjithë dhe u vendosën temelet. Masaj fillon me u ndërtu kisha. Kur morëm lajmin që do të bëhet edhe herë kisha Shënkollit tonë lagja jonë, mori një gjallëni të papam. Unë flas për veti personalisht që e kam përjetuar edhe shemin edhe inaugurimin e tij. Unë veç kam hyrë në kishë vetëm kjasha. Dhe po më thotë që nuk e njishëm, po që kemë vëzhgoj se kjanë. I thamë, kam emocion, i thamë se një këtë kishë, po jam i do shmëran. Ja kam arrit edhe kur ashem, edhe ja arrita që u ba mrekulli. Rindërtimi i kishë Shënkollit ka ka një gëzim
sidomos për ato që kanë jetuar e jetojnë në afërsi të kishës së kollit. Ka kënë një gzim me mall dhe aty është thënë përpara se mu ndërtu kisha re, është thënë kishë mbesha në një kapanon provizor, por se ajo gzimin e këtij ndërtimit kishë e pasqyroi mos miri numri i madh i njerëzve që shkoshin në atë kapanon, në barak. Ka qenë bukur, për më ka qenë monumenti për martirët tanë. Para se pastaj të fillojshim procesi për të mbyllur procesin i lumërimit martirëve tanë, sepse ka qenë shumë domethënë se fakti që ajo kishë ka qenë rënuar, sepse kishat më të rëndësishme nga fetare kanë qenë rënuar, minuar dhe më kanë treguar se ka qenë vështirë që të hiqin poshtë të shkatojshën kampanilin. Edhe nga fotografi që mund të shifë, që vërtet të ka qenë një gjë e të mërshme. Atëherë, kërë kemi rindëtuar, kemi filluar shumë bukur një herë, sapo kishme bekuar themerit, kërë e të kardinali Rivandias, atëherë shkova të një familje kështë pasë fatëkesi, thotë faleminderit monsinjor, pse? Se kemi ndërtuar kishë shën kollit. Si kemi ndërtuar, të ashti kemi vënë theme, kemi bekuar, jo, thash, nëse kemi filluar, do të mbaroj. Ne e bëjmë gati se shtë gati. Kështu ka qenë vërtet një mrekulli. Unë falenderoj gjithë bamirësit se li e shenjtë, fillimistë, shumë bamirësit. Unë falenderoj Zotin. Falenderoj më tepër gjithë besimtarët. Falenderoj do notë, sepse kuptoj se ka qenë mestari që është angazhuar shumë për atë vende, edhe do të kujtoj, është në kolli që është në zemrët të gjithëve. E unë uroj, lusë që ki përvjetore të jetë edhe një nëzitje, edhe një prejtim, një angazhim më mirë. Ne edhe ashtë kemi zbukurua, kemi pastrua brenda jashtë, është vërtet të shumë bukur, ashtë i mungonë në kampanilin. E unë ja duke munduar, ndoshta kemi gjetur të një bamirë se shofi, me ndive zote që në viti tjetër viti mbare për të ndërtuar kampaninë dhe për të pajisur shpresoj me 4 gumbonat, por kështë e thjeshtë. Por kush e shpreson, gjithë më themë, Zotin ndihmon njerëz të guximtarë, dhe besimtarë janë shumë bujarë, janë të gatshëm për të ndihmuar sa kanë mundësi për këtë laudi Zotit, në nderë shënkollit, për atë vendë, se një kishë pa kampanilë është një gjyka që mungon, është shifës që ka mungon, dhe do të kompletohet, në njëse përstaj edhe kumbonat në atë rasin për të leuduruar Zotin, e për të jetuar sa më mirë që do ditë, se kërë bje kumbona, njeri do të thotë, ka kaluar një ditë, ka kaluar një orë, atëre le të falenderoj Zotin, e zakonin që kemi që të bëjmë kryqë që kërë bje kumbona,
është një gjë që na bën që të kujtojmë Zotin, cili po ta na jep mundësi edhe forcë për të dëshmuar, për të qenë besimtarë sa më të mirë. Kjo është urimi që unë bëj të gjithë besimtarëve, që të devotshmit në Shën Kollit, që të jemi edhe ne si ai të mirë e me zemër të hapur ndaj më të varfërve. Kishës i mungon ende kumbanorja, por e pritet të visi dhuratë e Zotit dhe besimtarve në një të ardhme të afërt për t'i dhënë edhe rigjallërimin e plot kësaj zone, e cila ka të lidhur historinë e saj me kishën e Shën Kollit. Ka që kesh në vjen që shpojene në gjanje me ba kompanjelin. Që ka një kompanjel me 4 sahata që ja pa sahati i ti janë një komon derin pazarë rëzik. Për kompanilin, ndash me diti, unë sa herë si lutë në për martirt, unë njatë lutje bëj. I sa më parë me pa kompanilin në tumë. Se kam një gëzim t'jesh zakonshëm në gjërë se bëhet në herë. Vesh i shala, Zotin e në mëndonë, pak poplu, pak me i pisha, pak kusht mundet. I shala bëhet në mërkulli e malë, si të bëhet edhe hera e kompanil, edhe me i pa ashtu me të komunë të bukura, me të sahat bukur, me kur gjdo kohë e dishim sa është ora. Besoj, me që u ba kisha, u ba një kisha mërkullushme, por ishalla, po ja arrim, për me pa edhe kompanjelin tonë, kompanjelin e kisë Shën Kollit që u prish në atë kohë, ishalla për arrim me pa edhe të shën këtë kohë, po në nimen e Zotit e qajtë Shën Kollit, do të shofim edhe kompanjelin.